Allah shpëlef, to është pyetja tjetër. Selam aleikum për hoxhën e nderuar. Kam një pyetje. A mund të më tregoni disa emra të bukur dhe për vajza islam, Allah e shpëlef. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Normal se emrat më të mirë edhe për vajza e për djem janë emrat cilat janë përmendur për besimtar në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se për këtë djemve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë emri më i mirë është Abdullah edhe Abdurrahman. Kurse se për këtë vajzave emrat më të mirë janë emrat e grave të pejgamberëve. Qofshin ato të Ibrahimit alayhis salam, grave të Ademit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Mariamës e tjera, do thonë të gjithë emrat të cilët janë përmendur në Kur'an, të janë emra të mirë. Pastaj emrat e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj emrat e vajzave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj emrat e grave të vajzave të sahabëve, domethënë që kështu vazhdohet situata deri në të dietarët e të gjeneratave të tjera. Këto emrat më të mirë janë emrat që kanë qenë prezent kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk është mirë me lyp emrin islam modern, mundon të qysh sikur le emrin që shikanon sahabët fëmijëve të vet. Edhe për djem edhe për vajza. Ka një sahabi 4 djem i ka pas, 8 vjet u kalon në Abdullah. Të nga me pasën katun një dikush atë të lëse e ka filoni, por ta kemi Allah se ti jeni i mirë. Sahabiu 4 djem dhe 2 e kalon në Abdullah. Edhe ka thënë Abdullah i numër 1, Abdullah i 2, Abdullah i 3, Abdullah i 4, se s'është problem. Se emri i mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë më i miri emri është Abdullah. Edhe vajzave që ashtu. Milon emrat e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, emrat e çikave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, emrat e fëmijëve të sahabëve, se ata e kanë emrat më të mirë. Se të konë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata janë thirrë me që ta emra pejgamberi sallallahu u pajtua, i kanë pëlqyer këta emra, këta janë emrat më të mirë. Pastaj a lejon edhe të jenë, inshallah lejon për sado që shkohet më afër burimit, kanë emrat më të mirë. Edhe prej munafikis ose prej luftës që e bën munafikt e qafirat të në muslimanve, është me i qitë emrat e moshëm, emrat e sahabëve, emrat e grave sahabëve të mirë të tyre, me llogarisit të nëse emrat këshe. A që kemë Hasan, e dhe thusë, po së mirë Hasan e kojnë, Hasan e ka pas nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se mundon me bo këtë në shkullin të keq. E me thonë e ka emrin të qafiri, o i pëlqen. Kjo është gabim shumë. Hasan nuk është emri i vjetër, po është emri i mirë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë nipa me vet. Edhe Husein, edhe Ali, edhe Osman, Umar, emrat të tjerë që kanë pas sahabët. Abdullah, nuk thotë se atë ka hyrë gjëna me këtë. Mirë se është mirë me pas Abdullah, Rabbi Allah. Abdurrahman, Rabbi i mëshiruesit, domethënë këtë çka emra janë për emrave të mira dhe mundon me shkue me emra sa më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.